Zyra vendore e arsimit parauniversitar Shkodër ka zhvilluar këtë martë analizën vjetore për vitin 2025. Në fjalën e saj, drejtora e ZVAB Shkodër Brisile Kadia tha se kemi patur objektive të realizuar, veçanërisht në maturën shtetërore. Kadia theksoi se janë vendosur objektive për vitin 2026 që janë shumë sfidues, por shpresohet të realizohen. Ka 3 momente kryesore që janë pragu në 3 nivelet e arsimit: vlerësimi i arritjes së nxënësve në arsimin fillor, provimet kombëtare të lirimit dhe matura shtetërore, që janë matësit kryesor të punës së Zyrës Vendore Arsimore, po dhe të gjitha institucioneve tona, me atë çka kemi bërë ne me mësimdhënien dhe sa kemi qenë të zot të jemi të përcjellim mësimdhënien e nduhur të nxënësit. Sigurisht kemi patur objektiva të realizuar, veçanërisht në maturën shtetërore, që është pragu dalës për çdo nxënës të arsimit parauniversitar dhe që rrugton pastaj drejt universitetit apo drejt një rrugtimi tjetër që ka zgjedhur vetë. I kemi realizuar disa objektiva, sigurisht kemi hapësira për përmirësim në disa të tjerë dhe kemi vendosur nganjëherë edhe disa objektiva për vitin 2026 që janë shumë sfidues, por që shpresojmë që do arrijmë që t'i realizojmë. Metej Kadia tregoi sfidën kryesore, ndërkohë foli edhe për sigurinë në shkolla. Sfidë kryesore parësore është qëndrueshmëria, që të jemi të qëndrueshëm në atë çka kemi realizuar dhe sigurisht pastaj vazhdojmë të kemi sfidë kryesore, rritjen e objektivave në këto pragjet e kalimit nga njëri nivel në tjetrin dhe veçanërisht në maturën shtetërore, që është shumë e rëndësishme për të gjithë ne, në fakt, qoftë për ne si stafe drejtuese, por edhe për nxënësit dhe familjet, edhe për qytetin dhe për Shqipërinë, në fakt. Në lidhje me sigurinë në shkolla, mund të them që gjatë vitit 2025 kemi patur një numër të shtuar oficerësh të sigurisë. Tashmë kemi edhe 4 institucione të tjera arsimore që mbulohen me oficerë sigurie. Sigurisht është një numër që pritet të shtohet edhe gjatë vitit 2026. Është një objektiv i realizuar, por është një objektiv që nuk e kemi realizuar vetëm, sepse sigurisht ka qenë ministria ajo që është prioritare dhe bashkëpunimi ndërministror që ka qenë prioritar për implementimin dhe shtimin e numrit të oficerëve të sigurisë.